Këto ishin vetëm disa skena të gjendjes në rajonin e Llapit, përkatësisht në fshatrat Obranç e Llapashtic në ditët e fundit të vitit që lan pas. Pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zonës operative të Llapit, udhëhequr nga komandat Remi dhe bashkëpunëtorët e tij, arritën që t'ju kundërvijen me sukses forcave ushtarake e policore serbe gjatë ofensivës së tyre prej 24 e deri me 27 dhjetor. Forcat tona janë gjendje këtë dëshmërie për t'i mbrojë pozicionet. Prej daljes së skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, zona operative e Llapit arriti ta formojë një ushtri profesionale, e cila u tregu edhe gjatë ofensivave të armikut në ditët që kaluan, ditët e fundit. Armiku përdori komplet arsenalin luftarak, përmi 100 tanke, autoblinda, praga, pinzgaver e tjera, minahesët 32 mm, 60 mm dhe me artilleri të rëmë. Forcat tona ju kundërvijnë me armikut dhe arritën të zbrapsin komplet prej ka kishin ardhur. Përveç vijës të frontit në Llapashtic, të tabet, të cilën për shkak të popullsisë dhe një tërheqje taktike, bëm dikun rreth 300 deri 400 metra tërheqjen e ushtrisë tonë. Ushtria jonë shkaktoi armikut humbje të mëdha në teknikë dhe njerëz. Në ofensivën që ndodhi në Llapashtic, Obranç, Glamnik, armiku humbi 8 tanka dhe 4 praga. Kurse një ditë më vonë, në ofensivën e cila ndodhi në fshatin Obranç, Peran dhe Llapashtic, armiku humbi 2 autoblinda dhe 2 pinzgaver, kurse në njerëz ishin humbjet më të mëdha. Shuhem Muhamet Latifi, aktualisht komandant i mbrojtjes civile për zonën e Llapit. Në kuadër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vepron edhe mbrojtja civile si strukturë e organizuar. Interesimi i qytetarëve shqiptar për ushtrinë çlirimtare të Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Ekziston dëshira e plot të bashkohen të gjithë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në kuadër të kësaj ekziston një disiplinë edhe vetije e lartë qytetare. Ju e dini se kemi qenë të ballafaquar me ofenziva të forta të cilat i kanë ndërmarrë agresori gjatë kësaj kohe në zonën e Llapit, por ka pas shpërngulje të popullatës në ato pjesë ku janë ballafaquar direkt me ofenzivën, ndërsa pjesë tjera popullata nuk është shpërngul, të pas parasysh një disiplinë edhe vetdije qytetare. Pas ofensivës disa ditëshe të forcave serbe në fshatin Obranç dhe fshatrat tjera
të PD-jeve-s, forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës sërish kanë zënë pozicionet e veta në këtë fshat dhe në fshatet përreth. Mirë po popullata e këtij fshati përkohësisht të larguar nga vatrat e veta nga frika e sulmeve të reja të forcave serbe. Gjatë qëndrimit në Lap, ekipi ynë në një poligon gjiroi duke ushtruar njësitë speciale komando, të cilën e udhëheq komandanti Iliri. Quhem Iliri. Jam udhëhesi njësi speciale pranë zonës operative të Lapit. Pas stërvitjeve atë sukses që kori njësiti ynë, ju këndërvu forcave serbe gjatë kësaj ofensive të fundit dhe dëshmoj dhe kori